Alergjitë ushqimore ndodhin kur sistemi imunitar reagon gabimisht ndaj disa ushqimeve që zakonisht janë të padëmshme. Trupi i sheh këto ushqime si kërcënim dhe çliron substanca si histamina, duke shkaktuar simptoma të ndryshme. Simptomat mund të shfaqen menjëherë ose brenda disa orësh dhe përfshin kruajtje të lëkurës, skuqje, ëndje të buzëve ose fytyrës, dhimbje barku, të vjella, diare dhe në raste më të rënda vështirësi në frymarrje. Ushqimet që më shpesh shkaktojnë alergji janë qumështi, vezët, kikirikët, arrat, peshku, frutat e detit, soja dhe gruri. Te disa persona, edhe sasi shumë të vogla mund të shkaktojnë reaksion. Alergjitë ushqimore nuk duhen ngaturuar me intolerancat ushqimore, të cilat zakonisht prekin sistemin tretës dhe janë më pak të rrezikshme. Diagnostikimi bëhet nga mjeku, me teste të posaçme, ndërsa trajtimi kryesor është shmangja e ushqimit që shkakton alergjinë. Në raste të forta përdoren edhe ilaçe emergjente si adrenalina. Kujdesi i vazhdueshëm dhe leximi i etiketave ushqimore është shumë i rëndësishëm për të shmangur reaksionet alergjike. Mirë, si që kuptuam përmes studimit të përgatitur nga gazetarja Mesdritos Gjoana Ndoci, sot do ndalemi tek alergjitë ushqimore. Ndoshta një fenomen akoma jo aq i ndjeshëm në shoqërinë shqiptare, por duket sikur gjërat po ndryshojnë brez pas brezi. Për të kuptuar se cilat janë ushqimet, produktet, përbërësit që mund të na bëjnë alergjik, por mbi gjitha të mësojmë se si të reagojmë në momenti që përballemi me një alergji ushqimore. Dëgjojmë shpesh produkte pa laktozë, pa gluten, por a janë vërtet laktoza dhe gluteni armiqt e betuar të regjimit ton ushqimor? Shumë pyetje kemi në kokë, përgjigjet e të cilave do i marrim përmes të ftuarës, një alergologe, mikesh e hapësirave tona televizive, Ornella Marko. Mirë se vjen dashur, gjithmonë të kemi. Gjithashtu dhe për mua, mirë se vjen. Më lejo ta nis pak me këtë konstatimin që të gjithë ne bëjmë sa herë dukemi dhe shkojmë bëjmë blerjet tona në supermarket. Gluten free, laktoz free. Si qëndron e vërteta? A është gluteni dhe laktoza vërtet armiku ynë? Gluteni dhe laktoza janë dy element që përgjithsisht shkaktojnë intolerancë. Nuk janë element ushqimor që japin alergji. Sepse ka një duhet të bëjmë dallim midis reaksioneve alergjike dhe reaksioneve intolerante të thënë. Reaksionet alergjike gjithmonë kanë në përbërje futje në lojë të sistemit imunitar, ndërsa intoleranca është vetëm pjesë e sistemit gastrointestinal tretës. Është thjesht një diskomfort ose një ndjenjë bezdisëse, nëse mund ta përdorim në gjuhën më të thjesht popullore, në pjesën e stomakut, të zorëve. Ndjejmë ndonjëherë një zhurmë, gurgullima, dhimbje, krampe që quajmë në termin ton mjekësor. Ndonjëherë mund të manifestohet me ndjenjën e të vjellit, por është vetëm thjesht pjesë e traktit tretës. Reaksionet alergjike janë shumë herë më problematike dhe më të komplikuara sepse futet në lojë sistemi ynë imunitar dhe ka prekje të disa sistemeve dhe të disa organeve. Prek lëkurën, prek rrugët respiratore, mund të prek qarkullimin e gjakut, zemrën bashkë me qarkullimin e gjakut, prek sigurisht edhe pjesën gastrointestinale, por është një tërësi kompleks manifestimesh që futi në lojë dhe që shfaqen në reaksionet alergjike. E dashur, kur është momenti që ne duhet drejtohemi me njëherë tek mjeku kur po përjetojmë një alergji ushqimore, jo intolerancë? Nëse ne kemi vështirësi në frymëmarrje, nëse ne kemi edema të buzëve, të gjuhëve, kemi fishkëllima në gjoks, nëse kemi vështirësi në gëlltitje, që manifestohet dhe është pjesë e entjes dhe edemës së rrugëve respiratore, duhet me patjetër të mos i neglizhojmë si shenja. Duhet patjetër të shkojmë tek në urgjencë, sepse këto shenja mund të na vinë edhe në një ditë të bukur, kur ne më përpara nuk kemi pasur asnjë lloj reagimi të sistemit ton imunitar ndaj ushqimit që kemi konsumuar në ato momente. A ndodh kjo? Po ndodh, sepse është një fenomen që ne quajmë reaksion i kryqëzuar, kur personat që janë alergjik nga polenet më së shumti apo të alergenëve të ajrit mund të bëhen dhe mund të shndrohen alergjik ndaj disa ushqimeve specifike, pasi kanë pjesë
pjesën alergenike të njëjtë me atë të poleneve të ajrit. Për shembull. Për shembull, mund të themi sindromi... Një personi cili ka alergji nga polenet, mund të bëhet nga pjeshka, mund të jetë alergjik nga pjeshka. Është një sindrom që quhet sindromi oral dhe që manifestohet me një ndjenjë irritimi në fyt, ndjenjë bezdisje në fyt, ndonjëherë edema, ndonjëherë vështirësi në frymëmarrje, ndjenjën e kruarjes së qelzës. Këto janë shenjat e para të cilat nuk duhet i anashkaloj asnjëri. Dhe patjetër në momentet e para që ndjen këto dhe bën lidhje që këto simptoma i kanë ardhur nga konsumimi i ushqimit, duhet të shkojnë dhe të bëjnë një vizitë me mjekun alergolog për të kryer testet e domosdoshme për të verifikuar dhe për të vendosur diagnozën e saktë alergjike. Qartë, a shërohen alergjit? Është pak një pyetje pak problematike të themi, sepse në përgjithësi alergjit nuk shërohen, menaxhohen. Mbahen në kontroll. Duhet ta ndaj pak të pjesën e pediatrisë, të themi, alergjive në moshave të vogla dhe të alergjive që shfaqen në moshë të rritur. Në përgjithësi, alergjit që vinë në moshat e vogla janë nga ushqimet e thjeshta të përditshme, siç është qumshi, veza, më vonë kikiriku se është futur në dietën tonë ushqimore dhe buka me gjalp kikiriku, për shembull, tek fëmijët e vegjël për shumë arsye të mira shëndetësore dhe ushqimore. Këto janë element problematik. Qumshi dhe veza me kalimin e moshës, nëse fëmija është alergjik, mund të tolerohen, mund të largohen. Ndërsa, ka ushqimet të tjera që nuk mund të largohet, është persistente alergjia, si kurse është alergjia nga frutat e thata, si kurse është alergjia nga frutat e detit, që në përgjithësinë në moshat pediatrike këto nuk i japim që herët, do një periudhë, pas kalimit të një periudhe kohore, që të filloj dhe të shfaqe në dietën ushqimore këto lloj ushqimes. Këto janë ushqime që në përgjithësi nuk eliminojnë elementin alergjik. Ornela, çfarë duhet të mbajë gjithmonë me vete dikush që vuan nga alergjitë ushqimore dhe niset për një udhëtim? Nëse ai e ka të diagnostikuar dhe e ka të dokumentuar, patjetër duhet të ketë me vete një fletë informative që ai person është alergjik nga një substancë e caktuar, nga një proteinë e caktuar ushqimore. E parë. E dyta, duhet patjetër të ketë epipenin ose adrenalinën, që është një shiring autoinjeksioni, që e gjejmë edhe në Shqipëri. Ajo bëhet në këmbë, mund të bëhet në dorë, po te pjesa ku ka më shumë muskull, sepse bëhet intramuskulare para, është e thellë, mund të aplikohet edhe si për robave, sepse në ato momente ti nuk ke kohë të zhvishesh, sepse është emergjencë dhe duhet patjetër të veprohet me njëherë. Sa po fillon simptoma e parë, ai që është ka një alergji dhe e di që është alergjik dhe e di që ka një reakcion madhor, sikurse është shoku anafilaktik, i një simptomat për një herësh, me një herë, e injekton vetë adrenalinën, nuk pret. Dhe pastaj patjetër duhet të shkoj tek shërbimi i urgjencës më i afërt i mundur, sepse mundet të ketë edhe fazë të dytë të reakcionit alergjik, disa orë nga pas manifestimeve të para. Shoku anafilaktik, çfarë është për t'ia treguar dhe publikut? Shoku anafilaktik është ai reagim i sistemit imunitar që unë përmenda më përpara dhe që bën prek dhe shfaq simptoma në njësër organesh dhe sistemesh. Mund të manifestohet fillimisht me edema, me angioedema, mund të manifestohet me element urtikarial, pastaj mund të shfaqet vështirësi në gëlltitje, vështirësi në frymëmarrje, që prek edhe sistemin respirator, dhe pastaj mund të manifestohet edhe me probleme gastrointestinale, dhe ajo që është më problematike është hipovolemia, ose ulja e presionit arterial, dhe personat mund të humbin dhe koshiencën dhe vetdijen në ato momente. Dhe ai është momenti më dramatik, nëse mund ta themi kështu, pa dashur të i përjetimit të alergjisë. Po, sepse ti nuk je i vetëdijshëm dhe nuk e di se çfarë të ka ndodhur, dhe mund të ndodh një reakcion që në momentet e para pasi ke konsumuar ushqimin dhe deri në disa orë pas konsumimit të ushqimit. Sa më herët të shfaqen reaksionet alergjike, aq më problematike është situata dhe aq më i madh është reakcioni alergjik, më i shprehur është
është reakcioni alergjik. Mirë, cilat janë disa nga gabimet më të shpeshta që bëjnë njerëzit alergjik? Ku gabojnë? Gabimet më të shpeshta është ajo që ju përmendët që në fillim, gabimi ose eliminimi i njohurive që kanë ata mes intolerancës dhe reakcioneve alergjike. Intoleranca nuk është vdekje prurse, është një diskomfort dhe ti e zgjedh... është para ati, por nuk është kërcënuese për jetën. Ndërsa reakcionet alergjike të mirëfillta ndonjëherë mund të jenë edhe jetë kërcënuese për jetë. Më lejo, ke patur ndonjë rast histori që... Po, kam patur në përvojën time dhe ka qenë një e huaj që ka qenë diagnostikuar alergjike nga frutat e thata. Dhe ajo e kishte me vete edhe fletën informuese, kishte me vete dhe epipenin. Ishte fejuar me një shqiptar dhe kishte ardhur në Shqipëri dhe duke konsumuar ushqime që ne i gjejmë kudo në për pasticeri, në për dyqane, në për restorante, ku fatkeqësisht jo të gjithi kanë të listuar përbërësit, në për të nga fast food që ajo kishte konsumuar, kishte patur edhe frutat të thata dhe zonja nuk e dinte dhe sa po e kishte konsumuar, duke qenë se ishte shumë alergjike, kishte filluar dhe kishte ndjerë simptomat e para. Ka qenë një ditres respirator, një vështirësi në frymëmarrje, një angioedem, një situatë që ne kemi dominuar në reanimacion. Sa është intervali kohor që ndodhur? Asajti kishte ndodhur brenda 5 minutave të para pas konsumimit të ushqimit. Por fatmirësisht ajo dinte ta menaxhonte situatën sepse i kishte ndodhur dhe tek vendi i lindjes dhe ishte para përgatitur me epipenin, me antihistaminiku, domethënë me medikamentet që i kishte dhënë mjeku i saj për t'i patur me vete në udhëtimet që bënte. Kështu që ne duhet të lexojmë patjetër, duhet të kërkojmë me çfarë ingredient është bërë ushqimi që ne do konsumojmë. Duhet të lexojmë patjetër etiketa, duhet të kemi patjetër emergjencën, kitin e emergjencës epipenin, adrenalinën, autoinjekcion, antihistaminikun patjetër që po, për shërbimi i urgjencës është i detyrueshëm të shkohet për të gjithë ne. E drejtë. Ornela, alergjit më të ralla dhe më të çuditshme ushqimore me cilat je ndeshur? Në përgjithësi, ne fatmirësisht kemi një dietë të themi mesdhetare dhe nuk bëjmë eksperimente me ushqimet që ne konsumojmë. Por çfarë ke dëgjuar? Por në përgjithësi janë disa parazit anasakis që quajmë dhe që janë tek peshku apo tek frutat e detit të pa ruajtura dhe të pa konservuara mirë. Dhe ne pa dashur i vëmë alergjin frutave të detit dhe peshkun që konsumojmë, ndërkohë që në të vërtet është paraziti që e bën këtë gjë. Kohëve të fundit më ka ardhur një rast që ishte bujk, por që i kishte alergji karkalecët, jo karkalecët që ne ushqemi, karkalecët që janë të fushave, që ndeshen në bujqësi. Dhe ishte një alergji shumë e shprehur dhe ky ishte një rast i rrallë. Që nuk ka lidhje me ushqimin, të themi, por ti mund të jesh në kontakt me alergjenin edhe në fushën ku ti punon për ushqimet që do konsumosh. Dhe ti mund t'ja bashkangjitës fenomenin alergjik tëndin. E cilat ishin simptomat? Me çfarë simptoma shkon? Urtikarje kishte ai dhe vështirësi në frymëmarrje. Domethënë këto ishin dy simptomat që ishte praktikisht alergji nga karkaleci, se kishim dëgjuar ndonjëherë. Të themi sepse ai ishte shumë afër qendrës mjekësore në zonën ku ai ishte. Jetonte në fshat apo në qytet? Ka qenë në fshat. Në fshat. Po. Pra shumë i ekspozuar ndaj karkalecëve si gjë. Nëse nuk bëhen testet alergjike, testet e duhura, ne nuk e zbulonim dot që ai ishte alergjik nga karkaleci, por ja vinim fajin bimës që ai po kultivonte. Kështu që duhet një diagnostikim shumë i mirë për të ditur dhe për të menaxhuar situatën. Përse shqiptarët në statistika nuk janë alergjik nga ushqimet, kryesisht nga poleni, por lulja... Jo, sepse nuk i kushtoj rëndësi simptomave, sepse ne... Po pse, kemi rastën e
aq të rënda, me simptoma aq të rënda, dhe prapë nuk e kuptojmë që jemi alergjik? Derisa të vi rasti aq i rënd, përgjithsisht i ke pasur simptoma paraprake më përpara, që ti duhet i kushtosh rëndësi. Pra, kemi dhëmi një përshkallëzim të gjendjes. Patjetër, sepse nuk vjen për njerëz sidomos një alergji ushqimore rishtas, jep disa manifestime. Ai sindromi oral që quajta unë që thash unë që ke një bezdisje, një siklet në gojë, në qellës, kruarjen e saj, të duket sikur duhet të kolliter që të pastrosh frymëmarrjen. Këto janë simptomat e para dhe ti nuk duhet ta anashkalosh asnjë simptom. Elementet urtikarial që ne her pas here nuk ju kushtojmë rëndësi, sepse na duket diçka jo problematike, mund të jetë përsëri një simptom fillestare, ndonjë edem ose intje e buzës, nga pas konsumimit të produktit ushqimor mund të jetë një simptom fillestare. Ndonjëherë kemi dhe vetëm thjesht rrufe dhe të shtima, dhe ne ja bashkangjisim fenomeneve alergjike të alergenëve të arit. Është krijuar një ide, se jemi në minutën e fundit të kësaj bisede, që në 5 vitet e fundit janë shtuar shumë alergjit në shoqërinë tonë. Është perceptim publik i gabuar apo është real? Jo, është shtuar. Tani, alergjia ushqimore është në vazhdën e rritjes së fenomeneve alergjike. E para sepse ne si popull kemi filluar të jemi pak më shumë strikt ndaj higjienës, të themi. Unë jam gjithmonë partizane që kur më vinë mamat e reja me fëmijët dhe kanë frikë temperaturat, ju them më mirë lëreni të sëmuren me infeksione dhe sistemi imunitar orientohet drejt fushës dhe drejt luftës së infeksioneve, se sa manifestimi i simptomave alergjike dhe shfaqja dhe orientimi i sistemit imunitar drejt reaksioneve alergjike. E para, e dyta, kemi futur shumë ushqime të konservuara, të cilat ne dashur pa dashur nuk lexojmë atë etiketën aty në fund dhe i konsumojmë pa vetë dije dhe fillojnë të shfaqen simptoma si rezultati një ingredienti që është alergji për personin që e konsumon. Kështu që janë shumë faktorë dhe shumë do kemi mundësi patjetër të flasim në bisedën e radhës. Faleminderit shumë. Mirë, publikut i themi, është momenti të ndjekim edicionin informativ të lajmeve dhe mësojmë se çfarë ka ndodhur në vendin tonë, por jo vetëm. Ne rikthehemi pas pak.